أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل فلندرojmë falën dhe ndihmën vetëm prej Tij e kërkojmë paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Dashur vëllezër, jemi duke folur për ngjarjet nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ngjarjet pra që pasuan pas çlirimit të madh të Mekës dhe fitores së madhe të muslimanëve në qytetin e bekuar, në qytetin e shenjtë, ku Allah azza wa jall ja solli fitoren pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e ktheu në vendin e tij, në qytetin e shenjtë pas 8 vitesh, dhe pas kësaj fitoreje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bë prijes thuja i dy vendeve kryesore pra të Gjezirës Arabe. Para pra Meka, pastaj përkatërsia pra, pastaj Medinia, apo siç quhej atëherë Jethribi i mëhershëm. Dhe me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u bëri të qartë pra arabëve dhe fisëve tjera që Islami nuk është diçka që nënvlerësohet. Mirëpo, Islami është fe qiellore që ka përkrahës, ka ndjekës dhe ka ndihmësa që kontribojnë dhe sakrifikojnë pra për fenë e Allahut azza wa jalla dhe rrugën e tij. Prandaj, kur siç e kemi përmend herën e kaluar, pra kur dëgjuan, do thot fiset që ishin afër Mekës, për rreth Mekës, fisi Hawazin, që ishte në afërsitë të Hunenit, edhe në anën tjetër do thot fiset Thaqif që ishin në Taif, i kapi një farloj paniku se çka do të ndodh tash mas kësaj. Pasi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam arriti me çliru edhe Mekën, ku dihet do thot se ai para 8 vitesh u dëbun nga Meka. U dëbun nga Meka si i dobët. Mirëpo, tash pas 8 vitesh, pas ka bo pra ndjekës, përkrahës, ndihmëtar, dhe arriti me bë këtë ushtri dhe me ardhë me çliru Mekën. Për atë dhe fisi Hawazin do thot që ata u çun, vendosin që me bën një sulm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ky është pra shkaku i betejës së Hunenit që kena përmend herën e kaluar. Kur ai farë prisi apo komandanti i fisit Hawazin e mori ushtrinë e tij dhe e çoi në luginën e Hunenit. Pra u vendosën në luginën e Hunenit. Dhe në natën paraprake, pra para se me ndodh beteja, ai i renditi pra ushtrinë e tij dhe ja u caktoi disa pozita strategjike se çysh me i zënë muslimanët në prit, në mënyrë të befasishme. Edhe Huneni, do thotë, ka pas një gjeografi pak të vrazhët. Ka qenë një tatpjet pra, edhe ka qenë shumë e vrazhët. Ushtria e fisit Hawazin u vendosën mbi ato kodrat që ishin anash luginës së Hunenit, dhe e patën komandën që momentin që hyn muslimanët, hyn pra ushtria muslimanëve mirë në atëfar ngushticën, atëfar do të thotë mes dy kodrave, atëherë
e kishin urdhrin që me i qëllu musliman, do thot me sa shigjeta edhe shtiza që mujnë. Pra me abon një sulm nga larg me rebesh shigjetash sa të mujnë, që me arrit do thot me vra sa më shumë musliman. I vendosi pra në propozitat e tënve Malik ibn Aufi, komandanti i fisit Hawazin, i vendosi ushtrinë e tij në propozita strategjike për me i prit musliman befasisht. Në anën tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në do thot para agimit filloi pra që të rëndit ushtrinë e muslimanëve, filloi që të rregulloj safat e tënve, që me shku në mënyrë të organizuar me rreshta. Me shku pra me u përball me armikun rreshta. Mi po këta nuk e dinin që fisi Hawazin i kish përcaktu do thot këto far pozita të befasishme. Edhe gjatë kësaj kohë, pra gjatë kohës së syfyrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyp mbi mushkën e tij të bardhë që ka pas, i kish vesh do thot 2 parzmore, sikurse që ka qenë tradita e tij sallallahu alaihi wasallam, që kur ka shkuar në një luftë, i ka vesh 2 parzmore. Jo një, po 2 parzmore. E vendosi do thot atë për krenarën edhe mburojat e tjera, pra që ka ishin për trup, dhe filloi pra që ti nxis musliman, t'ju jap zemër, t'ju jap moral që me dhon pra mundin maksimum që kanë mundësi, dhe i përgëzoi që Allah azza wa jall kam ia udhëru një fitore nëse këta bëjnë sabër dhe tregohen të sinqert. Do thot nëse bëjnë sabër dhe tregohen të sinqert, i përgëzoi me fitore. Dhe në pjesën e përparme të ushtrisë e vendosi komandantin e mirënjohur pra Khalid ibn al-Walidin radhiyallahu ta'ala anhu në krye të fisit Banu Sulaim, dhe këta ishin domethënë pjesa e përparme e ushtrisë që kishte më ballafaqu mas pari me armikun. Kur fillojnë do thot me hy luginës së Hunenit të poshtë, që thash domethënë ka qenë një lugin shumë e vrashtë, edhe shumë të poze, edhe me gure, do thot territori i papërshtatshëm. Fillojnë do thot muslimanët me hy luginës së Hunenit, pa e ditë se armiku po i pret do thot i fshehur. Si të arrin do thot brenda kogja një far pjesë brenda luginës, armiqt pra më njëherë shfaqen, ja nisin më njëherë të gjujt me shtiza shigjeta, ja ulçojnë pra një rrebesh, sikurse një rrebesh shiu, ja ulçojnë shtizat edhe shigjetat. Edhe i pari do thot që goditet ish Khalid ibn al-Walid me atfar komandën e tij që e kish. Ama i pari që goditet ish vet Khalid ibn al-Walid, edhe bjen domethën pej kalit tij radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe si të shohin do thot këtë sulm, pjesëtarët e fisit Banu Sulaim që ishin më njëherë shpartallohen. Më njëherë ja nisin domethën me u largu, ja nisin me ik, se i zun armikun në mënyrë të befasishme, e që këta priçin domethën mu taku në vendin Autas, diku më poshtë se lugina Hunein. Kur ikin fisi Banu Sulaim, në anën tjetër pjesëtarët e banorëve të Mekës që kishin pranuar Islamin frikë, domethënë ishin shumë të rinë në Islam, edhe ata si të shohin domethënë që këta të moshmit po ikin, edhe ata më njëherë do thotë lëshojnë frontin e tyre, edhe shpartallohet ushtria muslimanëve, gjithë ata domethënë 20.000, 22.000 veta domethënë që ishin, gjithë shpartallohen. Edhe ja nisin domethënë shumica e tyre, këta të rinj që ishin e ata që u goditën në fillim, ja nisin me ik. Me lëshu frontin e tyre. Tregon vet Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, thot fa wallahi ma raja'at raji'atu an-nas min hazimatihim hatta wajadu al-asra al-mukattafin 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thot çota që ikën në fillim,
thot nuk u kthyen deri në fund masi fitun muslimant, edhe kur u kthyer veç e pan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me atfar grupin e jesirve që i kishte zënë prapë palës së armikut. Do të këta që ikën nuk i ra më kthy deri në fund. Që do të thotë se ai numri i madh i ushtrisë u reduktu në mas të madhe shumë. Edhe apet ju ra muslimanve me luftu armikun e tënve me një numër të vogël. Prandaj do thot ata që e kemi përmend herën e kaluar se muslimani nuk guxon me mashtru veten e tij me menu që ka forca të vetat. Sado qoftë numri i madh, sado që ka armatim, sado që ka fuqi njëri, sado që ka dije për ato do që ballafaqohet në mejdanin e dijes, kur mos menoj do thotë që me dijen e tij apo me fuqinë e tij apo me numrin e me artillerinë që kanë me korr fitore. Ja. Fitoria korret vetëm atëherë kur zemrat janë të lidhura me Allahun Azza wa Jall. Vetëm atëherë kur janë njerëzit të sinqert. Si s'ka sinqeritet, si ka domethënë problematik me imanin njeriu, atëherë më kon me miliona ushtria për një pakicë të vogël mundet. E kjo pra, Allah Azza wa Jall deshti me tregu muslimanëve që nuk është numri i shumë të juj që e sjell fitoren. Edhe me numrin e pakt, po me sinqeritet arrihet fitoria. Dhe do thot u shpërndan pra ushtria muslimanëve u shpërndan në anë të ndryshme duke ikë prej fush betejës. Dhe në anën tjetër e kemi Abu Sufjan ibn Harbin, i cili bashkë me një disa veta, bashkë me të ishte Safwan ibn Umayya, Hakim ibn Hizam e disa tjerë, ishin skaju diku me një qyshe mbrapa një këdrinës edhe pikqyrin seri se çka o të ndodh. Po dojnë me ditë se kush do të fitojnë këtë betejë. Do thot ata ishin rishtas i tash. Hala nuk kishin hyrë disa pejtin në islam, po kishin ardhur me pa realitetin e betejës. Që nëse janë tamam hak këta, Allah Azza wa Jall ka me ndihmu. Dhe kur e pan do thotë që u shpartallu ushtria muslimane dhe u shpërndan, menja aty e mori që muslimanët do thotë humbën edhe psuan disfat. Dhe në mesin e tyre vesh një person me emrin Kalada ibn al-Hanbal, i cili është vllau i Safwan ibn Umayyas prej nanës vet. Kur e pa do thotë këtë tollovi që ndodhi, ja nis me bërtit me Zot madh, ala batala as-sihru al-yawm. Ala batala as-sihru al-yawm. Tha ardh vakti që magjia, sihri mu prish sot. Do thot ai far ideja ati ishte drejtash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mashtru neve me një lloj sihri, me mashtrime të ndryshme. E tash po e shohim të vërtetën. U hek më sihri, u hek magjia. Edhe muslimanët pra sipas tij janë tuj humb. Vllai vet Safwan ibn Umayya kur janë nin këto fjalë, më një herë i kthehet të uskut faddallahu fak. Shumë shile gojën thot Allahu ta thaft guhën, thot se pasha Allahun li an yarubbani rajulun min Quraysh ahabbu ilayya min an yarubbani rajulun min Hawazin. Tha sepse për mua tha është më dashur që një person nga Quraysh me mund edhe me poshtru pra, ose me mësundu, se sa me mësundu o me poshtru një person prej fisit Hawazin. Ose Quraysh ishin në të piramiden e respektit e rënditjes për nga ana rëndësis, ishin të partë në majët të piramides, në mesin e fisëve të tjera arabe. Andaj nuk, ma mirë e bëj kemalla që le të më poshtron ose le të jem në sundimin e një dikuj pe Qurayshve, se sa më ardh një dikush i fisit huj më na sundu. Kur ndodh do thot ky shpartallim i çastit,
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në anën e djathtë të ushtrisë. Edhe më njëherë reagon dhe do thot marshon drejt pjesës ku po zhvillohej që kjo betejë e vogël. E kish marr pra, do thot bashkë me to ishin edhe disa persona tjerë që i qëndruan afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për tyre kish muhaxhir dhe ansar, mesela tyre ishte Abu Bekri, Omeri, Aliu radiallahu ta'ala anhum, pastaj Abbasi, pra axha i vet, Fadli, djali axhës, Ebu Sufjan ibn Harbi, Ebu Sufjan ibn Harithi, Rabi' ibn al-Harith, Ayman ibn Ubayd, disa sahabe tjerë, Usama ibn Zejdi bashkë me ta, që qëndrun. Ma ky është numër i vogël, krahasim me dohen sa ke numër i madh, që është partallona, nisen njerëzit me ik, ky është një numër i vogël. Edhe më njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja nis me zot madh duke bërtit, duke i thënë, duke i drejtu pra muslimanëve, ilayya ayyuhan nas, ilayya ayyuhan nas, halummu ilayya anna rasulullah, ana Muhammad ibn Abdullah. Ja nisi të bërtit do thot muslimanëve, tha ka unë njerëz, hajdeni tek unë jam i dërguar i Allahut, unë jam Muhamedi i biri Abdullahut. Dojke me ndërmarr me njëherë një veprim që mos milon muslimanët më shpartallu. Mja u kthy pakat atë vetdijen se ka dalë mos t'ju ka paniku, po hajdeni të boheni aty ku duhet. Pastaj nisi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili ish ende në mushkën e tij, i mshoi mushkës e ja nisi domethënë me kaleru drejt mushrikëve, duke thirrë me zot madh, ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Unë jam pejgamberi dhe nuk ka gënjeshtër, unë jam i biri i Abdul Muttalibit. Ty recituar të vargje e duke marshu ka armiku. E kjo është në vete, pra është një trimëri që s'e gjen tek njerëzit, domethënë njerëzit e thjesht. Kur po them njerëzit e thjesht, jo njerëzit që janë për mishë e për gjaku, po njerëzit e thjesht që janë njerëz zakonshëm me imanin e zakonshëm, ama jo Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Pse e boni do thot këtë veprim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pse të shku, domethënë të marshu karshitënve, të marshu kata, ja nisi me i thënë domethënë këtë vargje me zot madh. Ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Unë jam pejgamberi dhe nuk ka gënjeshtër, unë jam i biri Abdul Muttalibit. Vetëm që armiku i cili për synime kishin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, le ta dinë që ku është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E jo domethënë mu fshih mrapa ushtrisë, jo mu fshih me ik të këqyrit shkojnë domethënë në shatorin tem të fshihna unë si komandant. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë udhëheqës, jo grahës. Ai që grah, ai pe mrapa i grah njerëzve. Nësa udhëheqësi i udhëheq njerëzit duke qenë përpara. Domethënë prisi do të më qenë i pari ndije, i pari në devotshmëri, i pari në trimëri, i pari në bujari, i pari. Sot nuk duhet me leju prisi që komandanti, udhëheqësi që më ja kalu dikush tjetër prej, jo tash më thonë aty mos u bëj ju më devotshëm se unë, nuk shkon. Tash kur themi prisi, do të më në arë parasysh se cili lloj i prisit. Prisi suprem, khalifja, prisi komandanti i ushtrisë, prisi udhëheqësi i një vendi të caktuar, prisi kryesori i familjes, kryesori i familjes, që në këtë rast vjen baba, ai duhet më kon më i miri në familjen e tij. Ai nuk duhet me leju veten e tij që m'ja kalu dikush për antarëve të familjes, m'ja kalu qoftë me devotshmëri, qoftë me bujari, qoftë me trimëri, qoftë me çka do që duhet. Jo domethënë
kur të vjen në farë pune e rëndë ose që është e vështirë që kryhet, laja dikuj tjetër, laja grus, laja djalit, laja... Jo, aje ti udhëheci. Ti duhesh me marr, shkojnë punë të rënda, shkojnë punë të vështira, shkojnë sene domthon që vështirë bëhen, ti duhesh me marr. Ti e ki barrën. E kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si e pa domthon që ushtria po shpartallohet, edhe pse i vetëm jam sy armikut. A ty bërtit që ku jam unë jam pejgamberi, unë jam i biri Abdul Muttalibit. Nëse jeni të e lyp dikon, unë jam komandanti i kësaj ushtrie. Fokusoheni të unë. Do thënë, kjo ish një trimëri e papar që vështirë që dikush mundet me ju afru apo me ja kalu. Dhe kur shkoj kogja një cop udhe ka armiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë njëjtën kohë pra me këtë fjalë deshi që mjashtu edhe moralin ushtrisë tij, pra sahabëve të tij, kur shkoj pra një cop udhe afër ushtrisë, zbriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga mushka e tij dhe ja nisi duke lutë Allahun azza wa jall. I ngriti durt ton ka qielli, ja nisi të lutë Allahun azza wa jall, Allahumma nazzil nasrak. Allahumma in tasha an la tu'bada ba'da al-yawm. Pra, o Allah, zbrite ndihmën tënde. O Allah, nëse don që mos më adhuru mas sodit në tokë. Pra, e vrem që këtë dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose me këto fjalë është lut në disa raste pa. Allah, nëse ti s'don më adhuru mas sodit në tokë, atëherë na lan pra neve, na braktis. Dhe se kjo ish ajo farë ushtria, këta ishin ata njerëz që kanë me përçu mesazhin e fundit në fytyrë tokës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ish vula pejgamberisë. Nëse që ky shpartallohet, që ky shkatrohet, që ky vdes, që ky mundet, atëherë shuhet më mesazhi hyjnor. Dhe e bani këtë dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pastaj duan tjetër, Allahumma bika uhawil, Allahumma bika usawil, Allahumma bika uqatil. O Allah, domethën me ty un po përpiqem, o Allah, me ty unë po marshoj apo sulmoj, o Allah, me ty unë po luftoj. Që do me shpreh atë për ulsinë e tij që këto s'jam ty e bëun apet me për shkak të guximin e trimërisë tam. Mi po, je ti ai që po më jep fuqi, je ti ai që po më jep guxim, je ti ai që po ma do thot po ma mush menën edhe po më jep këto mendime që unë me marshu edhe matutje, pra mos me lshu frontin. Dhe posa zbriti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e boni këto dua, ja nisi më njëherë mu ballafaqu tash me armikun, se kish këto vesh kështu thjesht si turr edhe u kry, shkon deri diku, tash vinë ata të tjerë, te unë hapet, jo, shkoj edhe i hini radhave të armikut. Ja nisi të luftu me armiqt. Edhe kur e pan që ata sahabët që ishin afër tij, që qëndruan domethën bashkë me ta, edhe ata ja nisën më ofru. Veç se si ndodhë që vike ushtria armikut, domethën pak si me vrull, u paloshin sikur se zësht mrapa pulës. U paloshin mrapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tregon vet Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu. Ky ka qenë në pejtrimave të sahabëve. Ka qenë shembull në trimëri, Bara ibn Azib. Thot kunna wallahi idha ihmarra al-ba's nattaqi bihi wa inna ash-shuja'a minna lalladhi yuhadhi bihi, yani an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Thot pasha Allahun, sa herë që nxehej lufta në herë, thot na dilshëm edhe mbroshëm prapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot ai matrimi që ish pej neve, më nximrin të pak më ju afru, dyshim si paralel me to me ne. Se dikush më mujt më ja kalu. Thot edhe trimat u fshishin mas tij.
Aliu radiallahu ta'ala anhu, edhe e vetë domethënë i tregon këtë fjalë të kunna idha ihmarra al-ba's, kur nxehej lufta shumë, wa laqiya al-qawmu al-qawm, edhe përballeshin ushtrit, ittaqayna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fama yakunu minna ahadun adna ila al-qawmi minhu. Thot fshiheshim mbrapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot s'ka pas një kush që ishte më afër me armikun se sa ai. Ky ka qenë shembulli i trimërisë ti. Ani pse në anën tjetër të njëjtën gjë, do thot nuk e kemi pa ndoshta në betejat tjera. Përveç ndoshta në Uhud, në Bedr. Ama në betejat tjera nuk e kemi pa. Pse? Sepse aty nuk u kon nevoja. Edhe ku s'u kon nevoja, kanë luftu musliman. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka rujt pozitën e tij si udhëheqës. Ama aty kur ka nevoja, pastaj e ka tregu trimërinë e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çaj i buti, çaj i mshirshmi, çaj i cili domethënë shumë let i kanë rshit lotët për ju ka vrarë domethënë një shok i tij, i ka vdek një fëmijë i tij, i kanë rshit lotët. Çaj kur dul në fushë betejë, domethënë nuk kish dikush që komplet ato ushtri që vinte përpara që luftonte. Përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ka qenë një trimëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ki gjetë në çdo front. E ki gjetë në bujari, u koni pari. U koni pari në trimëri, në guxim, në burrni, në mençuri, në urtësi, në çka dush, mirësjellje, në buzëqeshje, në çdo sen. Çdo sen çka është e mirë, ai u koni pari. Edhe do thotë se na mësu kur flasim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, gjithë na mësu me përmend atë farpje atë anën që u kon shumë i but, ka u sjell mirë, ka buzëqesh, gjitha këto. Dhe është e vërtet. Çaj njëri buzëqeshur kur Abu Bekri domethënë u skuq edhe u idhnu pse ai mushrikin në ditën e Hudejbjes i thot një fjalë të rëndë edhe e shan Abu Bekri. Nga domethënë hidhrimi i mlefi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam veç e këshyra buzëqesh. Do thot kjo ish kulmi i urtësisë. Veç e shikon e buzëqesh. Çaj, domethënë se na pra tham që jena mësuar që të mja njoft pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama anën e trimërisë nuk guxojmë me anashkalu. Guxojmë me pas një profil pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si një njeri i butë, i dobët, jo. Ai ka qenë matrimi i sahabëve. Nëse e kena mësuar domethënë trimërinë e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, ka qenë matrim se Aliu. Trimërinë e Seleme ibn Akwa, matrim. Trimërinë edhe, domethënë guximin e Omerit, ka qenë matrim. Trimërinë e Hamzës, ka qenë matrim se Hamza. Nuk ka pas dikush që ka mujt me ja kalu, domethënë guximit të trimërisë ti sallallahu alaihi wasallam. Ama aty kur vyt. Çu do të më kon muslimani? Jo domethënë vënë pa vën, bono arrogant, bono domethënë mrolu, ngërmoju, bërtit. Jo. A kemi në rast ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj sahabëve do thotë ju kanë ngërmu, i ka bërtit në ikuna përveç kur janë shkel kufit e Allahut azza wa jall. Kërkuhit s'kemi. Ka shkuar ja kanë gjitë për gjybe, ka ngrej, ka thënë ja Rasulullah bëmi dele që më ki premtu. Do sa vesh e ka kthyer ka buzëqesh. As i ka kthyer më thonë, "Eç më bani na shkoj të bën më mrola më sa." Jo, ka buzëqesh. Sepse aty nuk është vëni me tregu mrolat, s'është vëni me tregu vrashtësi. Muslimani do të më kon i but, ruhamau bainahum. Të mshirshëm mes veti. Çështu kanë qenë sahabët që i ka edukuar që ky pejgamber. Ama tash aty ku duhet, tani pastaj e ka tregu anën tjetër. Trimërinë e tij. Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, i pari në mesin e ushtrisë. Pastaj do të gjatë kësaj lufte të vogël, se ka qenë një luftë e shkurtër pra. Shohim do thotë edhe prej sahabëve tjerë që kanë pas trimëri të ndryshme, kanë treguar do thotë trimëri të ndryshme në atë ditë.
Po shohim, do thot, gjatë luftimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çet pozit, ka qenë një person i cili është mundu me e shfrytzu rastin për me i bë keq pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky ka qenë Shejbetu ibn Uthman, i cili Shejbetu ibn Uthman ibn Abi Talha. Baba i të cilit, pra ky Uthman ibn Abi Talha, është vrarë si jo besimtar në ditën në betejën e Uhudit. Ky pej atëherë të ka marrë që të mlefin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe veç ka kthyer kur me gjet një shans, një rast që ta marr hakun e babas. Edhe kur e shet do thotë ky që muslimanët veç janë të largu, janë të ik, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka met me pak njerëz, pra thot al-yawma udriku tha'ri min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thot sot ka me marr hakun ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkon drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra pe mrapa e sheh, thot mi hi ka ona djath dyqysh, ama në anën e djath e sheh Abbas ibn Abdul Muttalibin, agjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot ammuhu walan yakhdhulahu, thot ky është agja i vet, ky se lan lloç. Hajt provoj ka ona më dyqysh mi dal, kur e sheh në anën tjetër Ebu Sufjan ibn al-Harith. Thot ky djali i agjës vet, as ky se lan, nuk e tradhton, nuk e lan lloç. Edhe i lshot prej mrapa. Është që mrapa s'është për kusht të rujt, ai shkon mrapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ofrohet domethënë shumë afër pejgamberit alayhis salam, vetë sa i vjen me çu shpatën e mimshu. Çfarë domethënë e ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Momentin që çon shpatën e tij, i paraqitet para tij, do të thot një valë zjarrit. I paraqitet i del një zjarr i madh, çash domethën i nxehtë, saqë ky tërhiqet mrapa, i çet durt në sy, që as do thot ja vran sy të po edhe pe nxehtit të madh. Edhe tërhiqet mrapa. Dhe kur e sheh do thot këtë gjë që ndodhi, pa këtë mrekulli, me njëherë kupton, thot fa'alimtu annahu mamnu'. Thot e kuptova që ky është i mbrojtur. S'ka mundsi dikush me depërtu tek ai. Sikurse që ka thënë Soraka radiyallahu ta'ala anhu, kur ka desh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me bashkë me Abu Bekrin që kanë të shku për Medinë, që ka desh me sulmu. 2-3 herë kali i ka sharrur në dhe, a ka thënë fa'alimtu annahu mamnu', e kuptova që ky është i mbrojtur. Pra, kur don Allah azza wa jall çon sebepe që janë jashta ligjeve të fizikës, ligjeve të dunjas që na jetojmë. A ka mundësi çati për çaty, domethënë këtë me një shkretin, këtë guri, veç më dhez një zjarr? Me ligje domethënë naç shëtina s'ka mundësi. Ka mundësi, se domethënë zjarri ka procedura. Hajt 2 gurza të ethen me zveti një shkëndi bëhet. Ama më bën një zjarr edhe s'peshej kërkush veç ky. A të kish vazhdua, kish djeg. Do thot sebepet e dunjas u morën. Abbasi radiallahu ta'ala anhu në djathën, Ebu Sufjan ibn al-Harith në anën e majt, këto ishin sebepet dunjas. A më ka raste kur ka njëherë nuk mirën mjaftueshën sebepet e dunjas, për shkak të skenarëve të caktuara. Atëherë Allah azza wa jall, nëse e ka shkruar me e mbrojt robin e tij, s'ka kush domethënë që i bën keq. Çon sebepe ka se menon ti. Sikurse çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, ka thënë kur ka fol rreth kaderit, nëse Allah azza wa jall ka bo kader që një fëmijë me lind, do thot një gru me lind një fëmijë, edhe nëse sperma e burrit saj bjen dikun guri, ajo ka me lind fëmijë. Se sahabët e kanë pyetja Resulullah, kanë thënë,
a lejohet na do të thotë që me marr preventiva që mos me lën gruan shtatzan. A thënë, ndash merrni preventiva, ndash mos merrni. Nëse Allah azza wa jalla ka caktuar me lind një fëmijë, atëra nguri më tra do të thotë pra epshi gruaja ka me lind. Pra Allah azza wa jalla çon sebeb e peka nuk e menon. Edhe momentin që shejbe largohet e këtë çka ndodhe dhe largohet mrapa se kupton që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i mbrojtur, hala zemra e tij, edhe pse e pa gjithë këtë mrekulli, hala zemra nuk ishte gatshme me besu. A pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kthehet mrapa e sheh. Edhe në çat val, domethënë, ty bo ato luftime, i thot ja shejb, udnu minni. O shejb afromo. Edhe shkon shejbe, i afrohet, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja çet dorën gjoks, edhe ja fërkon gjoksin e tij e thot Allahumma adhhib anhu ash-shaytan. Wallah, largoja shejtanin. E tregon vet shejbe radiyallahu ta'ala anhu. Tash tutje po thënë radiyallahu ta'ala anhu. Thot rafa'tu basari ilayhi. Ngrita shikimin me pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thot lahu wa ahabbu ilayya min sam'i wa basari wa nafsi. Wa adhhab Allahu ma kana fi. Thot sikum që syt me pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thot nuk pat dikush më i dashur. Thot u bë më i dashur për mua se syt e vesh edhe jeta jam. Thot ma largoi Allah azza wa jall atë çka e kisha brenda. E më tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha ja shejb uqtulil kuffar, qatilil kuffar. O shejb, luftoj qafirat. E tregon shejbe, thotë unë veç më njëherë marshova, pra hina në sulm, e kapa shpatën, edhe ja nisa me i luftu, do thotë me i luftu armiqtë e Allahut azza wa jall. Thotë veç dojsha qysh mënyra vetë qysh me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Veç mos më ndodh diçka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe çka ndodhi me ta? Ai për çka kishte ardhur këtu? Pse deshti me vrap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Me marr hakun e babas. Edhe për shkruan thot në çato momente, edhe baba jem mund pas dal përpara me shpatë, thot i kisha ra shpatë veç me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, hiç pa hamendje. As shërpiku thot s'm kish lëviz. Pastaj ky Shejbe ibn Uthman ibn Abi Talha tregon thot mas u kry lufta, do thot mas këtyre ngjarjeve, shkova thot te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç me dëshirën që me pa. Me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ish i lumtur, shumë i gëzuar për atë çka i kish ndodhur. Thot ndjenja e imanit kur hyn në zemër, ajo është ndjenje pa përshkrueshme. Ajo fal momentet e para të islamit, ato janë momentet pa përshkrueshme. Se sigurisht do ndikush që është ec në rësir, edhe nuk din ka po shkel, nuk din ka është ec, edhe për një moment më u bë dritë, që ato momente a njëri ka gëzim. Me pa vetëm për shkak që ka kontyramin e fal humnere diku. Gëzimi i tij është i papërshkrueshëm. Që ashtu është imani kur hyn, do thotë herën e parë në zemër. Edhe shkova me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kur më pa, ma bani ja shejb, alladhi arada bika Allahu khairan mimma aradta bi nafsik. Ta o shejb, ti i cili Allah azza wa jall ta deshti të mirën, ma mirë se sa që deshti ti për veten. Zot Allahu fuqiplot ta deshti të mirën, ma mirë se që ti deshte. Kjo është domethënë ajo që ka përshkruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithet të kaderit, që njeriu ka mundësi gjatë jetës ti punon punë të këqija, punon punë të xhehenamlive, edhe yasbiqu alayhi alkitab. Ajo që ka shkruar Allah azza wa jall në lauh i mahfuz, ja kalon, do thot e kalon. Edhe shndrohet, i kthen veprat e tij në punë të xhenetlive. Kështu pra ish rasti i Shejbes radhiyallahu ta'ala anhu. Ulët Shejbja nis i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
fije përpese çka ka fsheh brenda vetes. Çfarë ndjenjesh ose çfarë mendimesh ka pas ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thot fa inni ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, po deklaroj që nuk ka të adhuruar përveç Allahut dhe ti je i dërguar i Allahut. Pastaj i tha istaghfirli, kërko falje për mua, o i dërguar i Allahut. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën dua, pra thot ghafara Allahu lek, Allahu të falt. Do thotë kjo ish trimëria e një burri që kishte ardhur me myt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në atë momente të vështira, po që u kthy 180 shkallë në anën tjetër. Kur ndodhen këto, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj ndërmori edhe një veprim që me e tubu ushtrinë e tij, me i kthy pra musliman, dhe i tha axhës vet Abbasit, i cili ka qenë, do thotë ka pas një zë këmbues, një zë të fuqishëm. I tha ja Abbas, nadi ashab as-samura. Pa Abbas, thiri pra ashab as-samura, ata njerëz të musliman të parë. Del Abbas radiallahu ta'ala anhu, thir يا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للأنصار يا للأنصار ومهاجر وأنصار dhe kur e nin, domethën çdo kush që ish muhaxhir, çdo kush që ish ansar, më njëherë nuk e zgatin më shumë veçanisin, të thënë lebejk, që tash po vina, s'ka një dy aty. Këta ishin domethën ata që e sollën njerëzit që Allah azza wa jall i kish zgjedh për me e çu këtë din përpara. Muhaxhirt dhe ansar, të cilëve ju jemi borxh sa bazat suni dalim hakush. Ata ishin domethënë që e ndihmon pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam në kohët më të vështira, i qëndrun afër në çfarë do forme, si në aspektin fizik me luftë, si në aspektin domethënë për krahje të ndryshme, aspektin financiar, çdo aspekt. Ishin ata do thotë që i qëndrun në momentet më të vështira, i qëndrun afër. Edhe në këto momente do thotë nuk u kthy kërkush tjetër përveç atyre. Edhe u kthyn muhaxhir, u kthyn pra ansar, dhe disa prej tyre s'kishin vakt pra që ju kishin ra armë, e disa jo ku me kthy devën sene, apo me ul devën, veç ktheshin pi deve, ato far mburojën shpinë, shpatën në krah, edhe më njëherë do thot në sulm ndaj armikut. E njekshin zanin e Abbasit radiallahu ta'ala anhu pej kahit po vjen, që me ditë ku është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Abbasi, thot fe wallahi laka anna atfatahum hina sami'u sawti atfatu al-baqari ala auladiha. Thot pasha Allahun, thot kur e dëgjun zanin tam, ajo farë dhëmshëria e tënve, edhe ajo frika e tënve ishte sikurse frika e nanës që shëngon për me i mbrojt klysht e vet ose evlat të vet. Do thot, a keni pa në herë se kjo zbatohet të kafsht madje, që për më herët ajo farë pula kër i ka zështë e vet, a ki pa e pula është shumë e dopt është. Ama çato momente për më mbrojt zështë e vet, që shi qënë penglat e bohët, thurse palesa është e rrezikshme. Ata një shkelë, ama ja merr me që monët me qenin e me njirin e me luftu, veç më mbrojt zështë e vet. E këto e gjendë të gjitha kafsht. Ma gjitha të njerëzit. Ka njëherë monët mu bo një nan ma burnesh edhe ma trimnesh edhe ma fuqishme se një burr, kërdo me mbrojt do më në vlatë të vet. E thot çashtu reaguan sahabët në mbrojtjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe u kthyn pra, do thot sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, muhaxhirët e ansar, tek vendi ku po zihej fush beteja, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyp mbi
mushkën e tij për s'dyti, fillon me këqyr tash fushbetejën se çka është të ndodh, thot al-ana hami al-watis, thot që tash u nxe lufta që duhet. Thonë që tash u nxe lufta që duhet, në atë aspektin do thotë që sahabët muslimanët që tashën të bëjnë luftën që duhet. Merr do thotë një grusht goralec ose një grusht dhe, edhe me to i gjun ka jo musliman, pra ka qafirat, dhe thot shahatil wujuh, thot u të merrofshin këto ftyra. Nuk meti armik pe armiqve të Allahut, përveç se do thot ju mushën sytë, goja me pluhën e me lloç, pej që ti grushtit që e gjujti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë do thot pjesë e mrekullive të tij, që tham pra më herët se Allah azza wa jall çon sebepe, jashtë sebepeve që ne njohim kur ai don me triumfu diçka. Me bë musliman të me pas çet bindje, që të mbështetjen Allahun azza wa jall, nuk kishin me qenë sikurse çush jemi sot. Ka ardhur aq shumë janë ndiku muslimanët prej mentalitetit të kufarëve, pra mentalitetit të qafirave, saqë me bëm, do të thotë kur llogarisin e farpune, i llogarisin vetëm ato sebepet e dunjas. 1+1 bën 2. Nëse i kam që kaq, atëherë s'e bëj çetë, nëse komplet me mentalitetin e qafira. Kështu, musliman pak menoje, domethënë, për shembull, smuja diçka, mule me shku te mjeku se e nal pak ti, ai ke bën rukje vetes paraprakisht. Ai ke bën dua te Allah azza wa jall. Ke bën diçka të këtillë. Ja, çysh, çka të bën ajo? Unë e di Kurani është fjala e Allahut fuqiplot, edhe po rukja është shumë mirë me bë, po çysh kancere, çysh ka më shnosh? Po me çet bindje tonën kur nuk të shnoshet. 100.000 mjek më të ardh, kur nuk ka më të shnosh. Hiç kur. Ama mbështetja në Allahun azza wa jall bën gjëra që janë jashtë kësaj bote. Por këtë arrin vetëm robërit e zgjedhur të Allahut fuqiplot. Edhe do të thotë kur e bën këtë veprim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë e sheh armikun edhe e sheh shajat e mposhtë, thotë inhazamu rabbil ka'bah, inhazamu rabbil ka'bah, thot pasha Zotin e Qabës, thot kanë me dështu pasha Zotin e Qabës, e humbën luftën. Dhe kjo ishte vërtet do thot që ishin këto momentet kur u vendos edhe përfundimi i luftës. U pa kohja se ka do të shkoj lufta. Në atë ditë Allah azza wa jall e bëni një mrekulli tjetër që me fitu muslimanët. Zbriti banor të qiellit nga qiej të ndryshëm. E kush janë këta banor përveç se me lekët e tij? Këtë ka përmend Allah azza wa jall në Kur'an, kur thot laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawm Hunain. Allahu fuqiplot ju ka ndihmu juve në betejë të ndryshme. Ashtu njëjtë ju ka ndihmu edhe në ditën e Huneinit. Hone përmend tamam me emër. Thot idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an. Thot në ditë kur ju hyni juve vetja në huj. Do thot numri i madh i juj ja nisi me ju pëlqy. Falam tughni ankum, as ju boni dobi kur gjë. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Thot ardhët deri gjendje që toka u bë e ngushtë për ju. Aja niset me ik, do me kthy shpinën frontit. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. Thot pastaj Allah azza wa jalla zbriti qetësinë mbi pejgamberin e tij. Që ky ish ai që meritojke me esprit maspari mbi të qetësinë. Thot wa alal mu'minin, pastaj edhe mbi besimtarët. Dhe e zbriti një ushtri që ju nuk e shihnit. Dhe i dënoi kufarët. Wa dhalika jazaa'ul kafirin, sepse ky është shpërblimi që meritojnë pra kufarët. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Edhe mas kësaj Allahu fuqiplot e fal këndon.
e fal kanë don. Allahu është Ghafur edhe Rahim, pra shumë falës edhe mëshirues. Pra ditë zbritën edhe me lajke, zbritën edhe banor të qiell. Mirë po nuk zbritën në cilësinë e luftëtarëve. Zbritën në një mision pak më ndryshe. Tregon Abdurrahmani, do më thënë i çrëbruari i Ummu Burthum, i cili kishte dëgju prej disave që kanë marrë pjesë në luftën e Hunenit duke qenë jo musliman, në anën e fisit Hawazin, të cilët kur ja kanë përshkruar betejën thot لما التقيا والمسلمون لم يقوموا لنا حلب شاة فجئنا نهش سيوفنا بين يدي رسول الله. Do thot kur ardhi dita e betejës pra dhe u takuan dy ushtrit, حتى إذا غشيناه إذ بيننا وبينه رجال حسان الوجوه. U zhvillu lufta, u zhvillu beteja, kur menum që dojna me fitu, na dolën domethënë parasysh, erdhën disa njerëz që ishin shumë të bukur në pamje. Fytyrat i kishin shumë të bukura. Edhe i nishëm duke thënë shahatil wujuh farji'u. Do të merrohen fytyrat e juja, kthehuni. Edhe thot që kesh koha do thot kur na pasum disfat pra humbëm. Do thot i kesh shu Allah Azza wa Jall me lajket jo në cilësi të luftëtarëve, po vetëm për me i frigu armiqt. Tregon, do thot përmendet në transmetime prej bijve të atyre që kanë prezantuar do thot në këtë lufta, thot çysh jemi kënd të luftu veç e kena një farë zani, sikurse me kap zinxhirin me rreh për një tasi të hekurit. Sikur 2 hekra mes veti me kërsit. Thot veç që kena një zot këtil, e kanë dalë do njerës qështu, dhe thot ajo kënë disfata janë. Pra ajo ka qenë dita kur Allah Azza wa Jall ja u ka qumë muslimanve me lajket për ta fitu luftën. Pra, me lajket kanë luftu vesh me një betej. Cila është e beteja? Beteja e Bedrit. Ndërsa në beteja tjera, do më thënë ku kanë ardhur me lajket, gjithë kanë ardhur në cilësinë e jo luftëtarëve, po vetëm ndihmësve edhe që me i frigu armiqt, ama jo me luftu. Atë ditë pra, mas i ndodhi pra kjo, do thot ky luftim, edhe muslimant e morën e përsin, pra nisën me fitu luftën e tënve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha pra muslimanëve paraprakisht që kushdo që vret një qafir ka me marr pajën e tij. Men qatala kafiran falahu salabuhu. Paja çka është? Do thot çato çka ai i posedon çaty. Armë të luftës, nëse u kanë ndeve i hypun, këtë që ka ndeve të tina, janë të personit që e ka myt. E të regohet pra që Ebu Talha Ansariu radiallahu ta'ala anhu i kish myt 20 veta për armiqve, 8-20 do të ja ka marrë pajen, i ka taku paja këtij. Sepse paja e armikut që vret i takon atij që e ka vrarë. Ajo nuk hyn në mesin e asaj plaçkës së luftës që ka me u shpërndan, domethënë me një të pestën. Ajo nuk hyn aty. Mirpo është e personit që e ka kry pra vrasjen. Atë ditë mori pjesë një sahabike e ndershme, Ummu Sulejmi radhiyallahu ta'ala anha. Ajo ishte nana e sahabiut njohur edhe shumë të dashur Enes ibn Malikut radhiyallahu ta'ala anhu, e cila ka qenë me të vërtet ka qenë domethënë burnesh,
jo vetëm në atë aspektin e guximshme, ama ka qenë e mençur shumë. Pra më çka ka bë, si ka ardhur ditën që ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, e ka marrë Enesin për dorë, i ka pas 8 vjeç Enes radhiyallahu ta'ala anhu, 8 ose 10 vjet, ka marrë për dorë, dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë ja Rasulullah, hadha Unesun khuwaydimuka. Sot që kur ki Enesin, që ky është Enesi, ky inshallah ka më të bësh shërbëtori jot. Enesi ka qëndruar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, është rrit, domethënë për 10 vite u rrit Enesi radhiyallahu ta'ala anhu me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka prezantuar domethënë në disa gjana, në disa raste që sahabët e tjerë nuk kanë prezantuar. Ka transmetuar hadithe që sahabët e tjerë nuk kanë transmetuar. Edhe kur ja bjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bën një dua për ta, për Enesin radhiyallahu ta'ala anhu, që Allah azza wa jall me i dhën bereqete, me azgjat do të thotë pasurin, jetën e pasardhësit. Ka qenë domethënë thuja pe sahabët që e ka jetuar më shumti, edhe ka pas shumë pasardhës, shumë fëmijë ka pas, ka qenë shumë i pasur. Ky ka qenë pra Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ama këtë vlerë çuçi ka fitu se ka pas nënën e mençme. Domethënë do baballa nuk din më bë më të mençëm se sa Sulejmi çush ka qenë. Ishe për shembull shkon e çon fëmijën e vet me të çfarë angazhime të panevojshme të kota, jo në kurse pa lidhje që përfiton ai fëmijë, jo në për kurse futbolli, jo në për kurse sa në pa lidhje vëlla, që ndoshta do të më thoya është pikpyetja lejohen as lejohen. Ai nuk e çon fëmijën me mësu dinin e Allahut azza wa jall. Sa nana i kanë bë fëmijët e vet, domethënë burra të mëdhaj veç nëpërmjet kësaj. Nana e Imam Malikut, nana e Imam Bukhariut, e shumë tjerë. Ky është shembulli i Sulejmes radhiyallahu ta'ala anha. Ajo atë ditë kish marrë pjesë, domethënë kish shku bashkë me burrin e vet Abu Talhan radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka qenë njerë ku i Enesit, kish shku në Hunain bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me vetë kish marrë një khanxar, domethënë një farthike. Dhe kur e sheh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ja sheh do thotë kët shpati tregon Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu burri vet, i thotë ja Rasulullah, thotë hadhi Sulaim ma'aha khanjar, thotë po i dërguari Allah, thotë që Sulaimin e ka marrë me veti një thik. Kur sheh pejgamberi thotë ma hadha al-khanjar, thotë çka o kjo thik, po çka ke marrë? Ai thotë e ku marrë ja Rasulullah, se nëse më afrohet në mushrik, vetë se kam ja shky barkun me këtë thik. Edhe kur e sheh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ashtu, i vjen do thotë qesh pra, sepse nuk është e zakonshme një gru me tregu një trimëri të tillë, një guxim të tillë. Pastaj i thotë ja Rasulullah, thotë aqtulu man ba'dana min at-tulaqa'i in hazamu bik. Do të dërgojë Allah, thotë aty shkoja atyve të cilët ikën, domthonë ata tulaqat të amnistuarit që ishin tri në Islam që ikën, thotë atë shkoj t'ju hinj edhe atyve mas kësaj luftës, t'ju hinj atyve ti prej se do thotë na lan lloç. Ja sa më tha ja Sulaim, inna Allah qad kafa wa ahsan, o Sulaim, Allahu do thotë e ka kry këtë punë edhe e ka rregullu mirë. Allah azza wa jall e ka kry, e ka rregullu mirë këtë punë, s'ka nevojë domethënë na më marr me ta. Pra kjo ishte Sulejmi radhiyallahu ta'ala anha, trimresh e sahabikeve. Në mesin e armiqve ka qenë edhe një person me tregon Xhabiri radhiyallahu ta'ala anhu, Xhabir ibn Abdullah, thot në mesin e fisit Hawazin ka qenë një burr shumë shtatlart, edhe i madh, ka pas një deve të kuqe, edhe me veti ka pas një flamuri të luftës, zi, në maje të flamurit, do thotë flamurin e ka vjerë në heshtat do thotë gatët që janë me maje në alt. Edhe thotë nuk vike, domethënë kur vike afër në kuj pej muslimanëve, thotë veç tentojke që me tharë me heshtën e tij,
Edhe pastaj vazhdoi që njerëzit i vishin pra pe mrapa tij. E thot ja kish lëshu synin Aliu radiallahu ta'ala anhu dhe dikush pe ensarve, ja kish lëshu synin çatina që veç me eliminu. Se kjo ka qenë shumë, do thotë, e rëndësishme në ato kohra ku kanë luftë frontale, kështu drejt për drejt me shpatë, që flamuri u kanë shumë pikë rëndësishme. Çajo domethënë i ka udhëhequr ushtrinë, çajo ja ka marrë moralin e ushtrisë. Dhe Aliu radiallahu ta'ala anhu pra dije që ka qenë strateg lufte, edhe ja lëshon synin çëtij personi, a bashkë me to edhe dikush pe ensarve. A thot shkon Aliu, e marr një sulm, edhe i mshon shpat devës tina. A ja pren ato, ndoshta ligamenti që është për mi themër që është. Ja pren që ato, a thot bjen devja atina për tokë, do vëhën në gujza, dhe me njëherë shkon pastaj ky ensariu i cili ky është të përcjell do të njëjtin armik, thot shkon i mshon me shpatë, ja pren dohen atij armiku gjysmën e kamës, pra mbi gu, ja pren kamën, edhe luftojnë e pak edhe do thotë e vrasin. Pastaj ka qenë edhe mesin aty do thotë që ka marrë pjesë në luftë ka qenë edhe Ebu Qatada radiallahu ta'ala anhu, cili njihet do thotë për trimri. Edhe hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Qatades ja pa dhënë çështu, domethënë një far paje të një armikut që kish vra, po ndodh aty një far rasti. Tregon vetë Ebu Qatada thot kur po të shkoj me luftu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pra në Hunain edhe ndodhi ajo që ka ndodhi me musliman, thot e pata pa dikon prej mushrikëve i cili i kishyp përmini muslimanit. Edhe ty desh do thot me vra, me myt. A thot unë më një herë shkova mrapa këtij armikut dhe i mshova me shpata ja kputa këtë pjesën e krahut këtu don supin. Jo komplet krahun, do thot ama vetëm supin. E thot ai u kthy më një herë mrapa me, do thot u kthy mrapa ti edhe më kapi, më shtrëngojti fort. Më ngjiti edhe më shtrëngojti fort se çaq shumë, do thotë i shkon çaq i fort, çaq i fuqishëm, thotë saqë më nali frymën, veç më dog veta që do të më çon shpirti. Ama për një moment do Allah azza wa jall që e lëshon shpirti vet ata për shkak të plagës, do thotë që kish marr, edhe në atë moment thotë vjen edhe Omer ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, ja nis më pyet çka ka njerëzit, çka është ndodh kështu. Ai thash, kjo është caktimi i Allahut azza wa jall. Pas luftës, domethënë pas luftime, tani kallzon Ebu Qatada, pas luftime, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha ushtarëve, tha men qatala qatilan lahu alayhi bayyinatun falahu salabuhu. Tha kush ka vrarë një armik edhe ka argument, atë kene me dhënë pajën e çatij armiku. A thotë unë ngrita në kam, a thasha ka dikush burra që dëshmon për mua se e kam myt njërin, a tha kërkush i të përgjigj. Tha ula. Mos e tha për sa më thot një atë fjalë, na u tha pe tha ngrita në kam, o burra ka dikush që dëshmon për mua që e kam myt njërin, tha kërkush të përgjigj, tha ula vet. A për streti thot u çova kur pa pejgamberi sa sem që 3 herë që po çona, më bëni malek e ja Ebu Qatada, thot çka kjo Ebu Qatada, çka më që 3 herë po çosh. Ai kallzova, thot, donja kallzova historinë kështu ka ndodhur. E u çu njëri, tha sadaqa ya Rasulullah. E ka thënë të vërtetën, çashtu është, çysh po thot. Tha paja atij personi që ka myt ky, tha ku marr unë. Andaj tha jepini sa tjetër këtina. Shumë lehtë, vëden. Ky e ka myt, unë e kam marr, këtina jepi diçka tjetër, s'prish po. Edhe aty reagon Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu i tha la Allah. Idhan la ya'madu ila asadin min usudillah yuqatilu 'anillah wa 'an rasulih sallallahu alaihi wasallam fayu'tika salabahu. Jo pasha Allahun, çish po ta marr mendja ty. Mu çu do të thon
një prej luanëve të Allahut, i cili lufton në rrugë të Allahut, për Allahun dhe për pejgamberin e tij, tani pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të anë ty pajën e që i takon atia, dhe kur i këtë fjalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot sadaqa fa a'tihi ja, thot mirë ka Abu Bekri, që thot i pja pajën çush i takon. A thot Abu Qatada, thot ma dha pajën, a thot e pata shit çat far parzmore në tina, ka qenë një parzmore e mirë, a thot me çto pa ta blen një kopsht. Do të thonë çfarë vlerë ka pas ajo pajë? Çaj zotnia ka thonë jo, unë e kam, s'prish punë po jep këtij diçka tjetër. Shkon ashtu. A thot e pata shit don parzmorën e tij, me çto pa ta blen një kopsht, a thot kjo ka qenë pasuria e parë që e kum bën në Islam. Pasuria e parë që e kum bën, do thot në Islam. A mi përmendë disa trimëri apo me lënë për herën tjetër? Kena edhe dy raste, është Seleme ibn Akwa radhiyallahu ta'ala anhu, i cili dihet që ka qenë do thot i shkollët shumë, ka pas që thënë kondiciona, që thënë ka pas shumë. Ka pas kon shtatmal, trup gjatë, kom ti ka pas gata, edhe i shpejtu kon, edhe kondicion ka pas, nuk është lodh, ka qenë vrapus i i shkath. Edhe tregon Seleme, thot në ditën kur e patëm luftu fisin Hawazin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, patar thot një person para se me nis lufta, patar thot një person me një deve të kuqe, edhe ul domethënë afër muslimanëve. E uli devën, e uli afër muslimanëve, e nxurrin një fal litari domethënë, dhe ja nisi kishë po bën diçka aty parit të devja, ulën njerëzit me darku, pra me hangër buka, e tha ul me neve, me njerëzit, e filloi aty në ty vëzhgu njerëzit, tre, pikqyre ushtrin, pikqyre, pa tha vreti që na kena pak kuaj, pak deve dhe shumica pe neve janë kënë njerëz, domethënë këmsor, jo me kafsh që kanë luftu. Edhe veç e kryti që ta, u tha shkojti të devja, e zgjidhi devën, pyhyp devës, edhe po don mu nis, mu largu. Dhe çat moment e kuptova që ky sigurt koka në i far vëzhguesi i armikut, e far shpioni. Shpion si bjen, po vëzhgues që ka armë vëzhgu pej anës së armikut. Thot ai u largu, do thot prej aty ku ishin muslimanët, njëri prej muslimanëve kuptoi punën e tij, thot ai hypi devës vetë, ja nisi jul shuktina për mos. Tash kur e sheh që dikush aty e njeh, ai i jep devës vetë, domethënë e ngërmon që me ngoj devja, edhe ky mbrapa ky muslimani thot ja nisa, thot unë ju lëshova për mos. Ama çu ka lëshu ky, jo me devën, në kop. Thot ja nisa të ngoj domethënë mas tënve, derisa erdha tha në zona këtë far devën e këtij muslimanit, mas nena kalova këta, e nxuna devën e atina, thot janë gjita për kopreshit, domethënë devës të atij armikut, edhe ja rrxova, ja nala devën, do thot ja rrxova. Në atë moment thot veç e kum nxjerr shpatën, edhe veç e kum ra, do thot shpata të armikut, i flitëroi kryja për tokë. Pastaj thot e mora devën, u ktheva te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe mas luftës, thot pejgamberi alaihi wasallam pyeti se kush e ka vrarë, domethënë filanin, o çova i thash unë ja Resulullah. Më tha ty e takon paja e tina komplet. O tha ka pas deve kogja mirë të mushën domethënë me pasunie me sene, tha kret ma dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mas luftimeve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thot hyn në mesin e ushtrisë me këqyr kush kanë qenë njerëzit e të vrarë tjera, mos se Sheikh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe i thot, do thot muslimanët, thot a ka dikush që mundet më na gjet Khalid ibn al-Walidin ku është devja e tij, do të paktën me gjet. Dhe
tregon Ibn al-Azhar, një sahabi që ka qenë atë kohë i ri, vetë sa ka hyrë në moshë madhore, ka mund si mosha 12-13 vjeç. Ka shku domethënë ai në luftë aty ka marrë pjesë. A mos ka luftu kështu domethënë drejt për drejt. Thot ja nisa unë thot me lyp në mesin e njerëzve ku është, mos e keni pa devën e Khalidit, mos e keni pa devën e Khalidit. Derisa dikush na tregoi që e kanë pa, edhe shkum të veni ku na tha, thot e pam Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, ish pas ul edhe ish pështet do thot në shalën e devës ose kalit ti, edhe ofru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kur ja pa tha plagë që kish pas Khalidi për shkak se ka qenë që përmendohen në fillim të shtrisë, ai ka hënë ato sulmat e para me shtiza me heshta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç mori edhe i fryu plagëve të tij, dhe të gjitha ju shërun. Do thot fryrja në nefeth dihet çysh është në këtë formë pra është në nefeth. Masi do thot u shpartallun aty musliman, u shpartallun realisht armiku, muslimanët vazhduan domethënë që mi njek hala, mi njek ushtrin që mos të rigrupohen edhe me u kthy për çdytë me u bë një sulm. Edhe do thot një trimëri e fundit që përmendet pra, do thot mos u largu armiku, që përmendo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj e bënin një grup të vogël njerëzish dhe ja dha mision që me shku do të thot mos me lën armikun më rigrupu. Dhe këtë garnizon të vogël e vendosin në komandën e Ebu Amir al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Fisi Ash'ari kanë qenë prej Yemenit, që e përmend do thot kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën kur ka luftu pra me jehudit. Dhe unis do thot ky garnizon i vogël i ushtrisë mas një grupi që dyshohej se mesin e tyre ka qenë Malik ibn Aufi, çajfar komandanti i ushtrisë së qafirëve. Këta ishin si kanë ndodhur do thot disfata aty me njëherë nis me shku për Taif. Që mos pa arrin me gjetë mbrojtje në Taif, dhe kur vinë në vendin Autas, atje Ebu Amir al-Ash'ari u kon agja i Ebu Musa al-Ash'ariut. Ebu Musa do në dihet ka qenë sahabi i njohur, do në transmeton hadithet shumëta. Edhe ky ju kish bashkangjit kësaj ushtrie. Tregon vetë Ebu Musa, thot kur kemi shku atje, kemi pa do thot një grup të vogël, mesin e tyre ka qenë edhe Durayd ibn Sima, këtë person që e kena përmend më herët, edhe ai pra vritet aty, ose ndodh një dy luftimi vogël, dhe vritet, ndërsa Ebu Amirin radhiyallahu ta'ala anhu, që të fa komandantën e këtij garnizonit, dikush e gjun pes largit me diçka me shtizë ose me hesht. Edhe thot kur bjen Amiri për tokë, thot unë afrona i them o Axh, thot kush është domethënë ai që të ka gjujt. Ai tregon thot çaj personi çatje. Ai lshohet Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ati personit për mas, dhe kur është sheha që Ebu Musa ju ka lshu për mas, janë isme ik. Ky njek ai ik derisa Ebu Musa i bërtet për mrapa i thot ala tastahi alla tathbut. Do ta s'po gjen marrë që më nal, do thot më ballafaqu në lufta. Kur nin këtë fjalë ai i vjen i natë dhe nanet. Edhe luftojnë pra me Ebu Musa al-Ash'ariun radhiyallahu ta'ala anhu, i ndrojnë disa goditje me shpatë, derisa Ebu Musa do thotë e vret pra këtë armik, pastaj kthehet Ebu Amiri pra te axha i vet, ai thotë inna Allaha qad qatala sahibak, thotë Allahu vetëse e vrau atë që të plagosi. Dhe Ebu Amiri thotë i hiqma pra shtizën që ju kish ngul, marrin, ja hekin, aty do në veç fillon do në derdja e gjakut, edhe e thirr domethënë afër Ebu Musa al-Ash'ariun, i thotë ja ibn akhi
o djali I vllaut tim, shko te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çoj selam edhe thuj, po thot Ebu Amir, istaghfir li. Bën istighfar për mua, pra kërko falje te Allah azza wa jall për mua. Dhe sot më bani mua komandant, domethënë të ushtrisë, ma la komandën e ushtrisë që aty garnizonit, tha ma la mu, nuk kaloj shumë kohë vetë se vdiq, domethënë Ebu Amiri, ndroi jetë si shahid inshallah. Dhe thot, mbasi u ktheva te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hyna thot mrena, do në tendën ku ish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I shkon thot, I shtrim pejgamberi alaihi salam me një shtroj që kish pas dhem mbi ta, e thot ju kishin ngjit domethënë ato shajat e, domethënë shtrojes edhe dheu ju kishin ngjit në shpinë edhe anash trupit ashtu që ka qenë I shtrirë, edhe t'ja tregova rastin e Ebu Amirit këtë çush ka ndodhur. E I thash ka thënë Ebu Amiri, thuj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kërko falje për mua te Allah azza wa jall. A thot më një herë pejgamberi sa mu çu, shkoi të mori abdes, edhe ngriti dur, domethënë ka qielli, aq shumë thot sa që ju shikë domethënë pjesa në sqetulla, pra bardhësia në sqetulla. Edhe bëni dua, Allahumma ighfir li Ubaydin Abi Amir, o Allah fale Ubayd Ebu Amirin. Në emrin e ka pas Ubayd e kunjen Ebu Amir. Allahumma ij'alhu yawm al-qiyamati fawqa kathirin min khalqika aw min an-nas. Allah, në ditën e kiametit bëne mbi shumë njerëz edhe mbi shumë prej robërve, do krijesave tua. Edhe kur e nin do thot këtë dua Ebu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, e që është mësim do thot për çdo kan e shfrytëzon rastin. Kjo ka qenë mençuria që do të më pas muslimani. E shfrytëzon rastin e më një herë që ti thot Walija ja Rasul Allah fastaghfir, tha o I dërguari Allahut, edhe për mua bën istighfar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahumma ighfir li Abdullah ibn Qais dhanbahu wa adkhilhu yawm al-qiyamati mudkhalan karima. O Allah, falja mëkatet Abdullah ibn Qaisit, do thotë Ebu Musës, dhe në ditën e kiametit pra futet në një vend të ndershëm fisnike të mirë. Do thotë kjo është mësimi gjatë, mos zgjenu më shumë, po përmjeti mesazhin që muslimani s'duhet mi lënë shancat, nuk duhet mi lënë shancat me hup. Nga kjo betejë që ndodhi, musliman do thotë korrin një plaçk të kohë gjatë majme të luftës, mesin e tyre do thotë ishin diku 6000 gra dhe fëmijë, të cilat ishin plaçk e luftës. Pastaj ishin 24000 deve, 24000 deve. Aty ishin edhe 40000 dele, do në bagtit vogla. Pastaj ishin 4000 ok argjend. 4000 ok argjend. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e la Mes'ud ibn Amr al-Ghifariun radiyallahu ta'ala anhu që me erujt këtë plaçk. Do thotë me erujt këtë plaçk, të cilën e quan në vendin e quajtur Gjirana, edhe e lan aty që me erujt sepse nuk nda domethënë plaçka e luftës së Hunenit tek mas u kry betejë e Taifit. Sepse aty tani vazhdon do thotë shkojnë muslimanët në betejë edhe në Taif. Në këtë betejë të vogël, pra në betejën e Hunenit, prej muslimanëve u vranë vetëm 4 persona, pra vetëm 4 shahid. Betejën ish Ayman ibn Ubayd ibn Ummi Ayman, pastaj Yazid ibn Zam'at al-Asdi, Suraqa ibn al-Harith al-Ansari, edhe Abu Amir al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Edhe u plagosën disa të tjera, Abdullah ibn Abi Aufa, pastaj Khalid ibn al-Walid, disa të tjerë, të cilët do thotë pësuan plag në këto luftime. Me që kaq do thotë përfundon e pjesa e betejës së Hunenit. Pastaj vazhdon betejë matutje në Taif, ku do thotë tregum që fisi Hawazin shkuan edhe u strehun në Taif. Betejë për cilën inshallah me lejen e Allahut azza wa jall do të flasim në takimet tona të ardhshme, duke lutur Allahun për çfarë që na mundsoj
ta mësojmë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ta ndjekim atë, duke lutur që të na fal mëkatet tona, ato që bëjmë dije pa dije, duke lutur atë që të na udhëzoj dhe të na forcoj në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e mos na marr shpirtin ndryshe vetë si musliman, dhe përfundimi jonë në botën tjetër tjetë xhenneti i tij, e të na ruaj nga zjarri i xhehenamit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa atubu ilayh.